Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju vlas drejt për drejtë nga studio numër 1 e televizionit, sot emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me bisedën e studio. Sot kemi vendosur që hapësirën e dytë të kësaj magazinë informative t'ja japim lëvizjes vetëvendosje dhe për këtë arsye unë kam ftuar një kandidat të veçantë në listën e lëvizjes vetëvendosje, i cili vjen nga Lugina e Preshevës. Fjala është për Ragmi Mustafin, i cili pas pak do të jetë në këtë studio për të na treguar pra vendimin e tij për të qenë pjesë e garës zgjedhore, mirë po dhe përfitimet që mund të kenë jo vetëm qytetarët e Kosovës, mirë po edhe ata të Luginës së Preshevës. Do të kemi edhe shumë informacione përpara se gjithashtu titulli kryesor. Shtëpia e Bardhë nominon ambasador për disa shtete të Ballkanit Perëndimor, mungon propozimi për Kosovën. Akt akuzë për krimet e kryer gjatë luftës në Fushë Kosovë të hap firmet rrafejnë për vrasjen e 16 burrave të familjes Mirena. Partitë angazhohen mbi 2000 anëtar për numërimin e votave në qendrat komunale, vazhdon fushata e takimeve me qytetarët. Punëtorët e sigurimit fizik në UP bojnë grevë, kërkojnë paga më të larta, pas 3 orësh arrihet marrëveshja. Emisioni frontal për sot e nisim me angazhimin që kanë në partitë politike, jo vetëm për fushatën zgjedhore, mirë po edhe për ditën e zgjedhjeve, për shkak se përpos që është rëndësishme vota, është rëndësishme të ruhet vota, për shkak të keqpërdorimeve të fund në zgjedhjet e fundit që janë vërejtur që ka pasur në disa pjesë të Kosovës. Për këtë arsye, mbi 2000 anëtar angazhohen për numërimin e votave në qendrat komunale. Pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, vjedhja masive e votave mes kandidatëve ndodhi në qendrat komunale të numërimit. Andaj në zgjedhjet që do mbahen këtë diel, subjektet politike kanë dërguar për mbi 2000 anëtar, të cilët do jenë pjesë e numërimit të votave. Kështu njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e së martës. Bazuar në listën që e ka sjellë sekretariati, rekomandoj me emërimin e gjithsej 2212 anëtarëve, të cilët do të jenë pjesë. Krasniqi tha se kanë kërkuar nga subjektet politike që të mos dërgojnë emra të cilët kanë qenë të përfshirë në parregullsi në zgjedhjet e fundit. Dhe për këtë mbajnë përgjegjësi në këtë rast edhe subjektet politike nëse në ndonjë prej rasteve ato kanë dërguar persona apo individ që kanë mund të jenë të përfshirë. E kur kanë mbetur veç edhe 5 ditë deri në votime, qytetarët e Kosovës thonë se presin ndryshime dhe zgjedhjen e institucioneve nga qeveria e ardhshme. Po, me votu pa qëtë ku me dalë me votu, se unë jam në ardhje, do më për shtetit Zvicrës. Edhe kështu që vota ime mos tam kujtjeja, pa e se nuk qënë që unë pesh. Ata që e kanë pu situatën vendin këtë situatë, ata duhet me i bojkotuar, me braktis, mos me i votu. Kjo është mendimin. Po, sigurisht, në zgjedhje do dalë, do e kryej obligimin tim qytetar, dhe ndryshim, diçka më mirë se 4 vitet e kaluara. Zgjedhjet e 7 qershorit janë të tretat parlamentare që do mbahen në Kosovë brenda një viti e 4 muajsh. Për zgjedhjet e 7 qershorit, partitë politike po vazhdojnë aktivitetet e tyre elektorale me tubime dhe takime me qytetarët në disa komunat të Kosovës në kuadër të fushatës elektorale. Lëvizja vetëvendosje do të mbajë tubim zgjedhor në Fushë Kosovë, i cili ka nisur tashmë në orën 16:30, ndërsa në orën 19 do të organizojë një tjetër tubim në Gjakovë në parkun e qytetit. Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës do të zhvillojë aktivitetet të saj në 3 qytete. Tubimi i parë do të mbahet në Mitrovica në orën 17, pastaj nga takimi me qytetarët në Istog në orën 18:30, ndërsa aktivitetet e ditës do të përmbyllen me një tubim në Prishtinë në orën 20:30. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka paraport 3 tubime zgjedhore gjatë ditës së sotme. Fillimisht në orën 17 do të qëndrojnë në Viti, më pas në Gjilan e në orën 18:30 në fund, pra në Kamenica në orën 20. Ndërkohë, Alianca për Armërinë e Kosovës do të mbajë tubim elektoral në Prizren me fillim prej orës 20. Pikërisht kryetari i Aleancës Ardian Gjini ka bërë të ditur se ka pritur sot një takim të ngarkuarën me punë ambasadën Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë Ano Pratipati. Gjini ka njoftuar se gjatë takimit e ka falendëruar Pratipatin për vizitën, si dhe për urimet më rastin e marrjes së detyrës në kryet e Aleancës.
Sipas tij, gjatë bashkëbisedimit janë ndarë pikpamjet në proceset aktuale politike në vend me theks të veçantë në procesin zgjedhor që po kalon Kosova. Po ashtu Gjini ka theksuar se ka siguruar patupatjen se ndryshimi i fundit në lidershipin e aleancës nuk nënkupton ndryshim të orientimit strategjik të subjektit apo të bindjeve të tij për rrugën që duhet të ndjek Kosova. Shtëpia e Bardhë ka nominuar ambasadorët për disa shtete të Ballkanit Perëndimor, mirë po mungon Kosova. Në fundin e dhjetorit të vitit 2024 përfundoi mandatin e tij 3 vjeçar në Prishtinë. Mirë po nga largimi i Gjefri Hovenirit para një viti e gjysmë, pozita e tij si ambasador i SBA-s mbeti e zbrazët. Ndonë se shtëpia e Bardhë nominoi ambasadorë në 21 shtete të ndryshme para një dite, Kosova nuk ishte në mesin e tyre. Kjo për shkak se ende nuk i kanë të qarta politikat që do i ndjekin, sipas analistit Agon Maliqi. Thjesht nuk ka ardhur rradha, ndoshta, dhe ka ndoshta fusin një valë të nominimeve para se kongresi të shkojë në pushimet e verës, ato që i kanë pas gati, apo është çështje e faktit që akoma nuk kanë prioritete të qarta në Kosovë ose nuk e shohin prioritet. Në mesin e shteteve ku nominuan ambasadorët të rinj janë edhe Shqipëria, Serbia e Bosnia dhe Hercegovina. Për secilën nga to, administrata amerikane ka përzgjedhur profile të veçanta por të panjohura më herët. Kryesisht nga akademia, por aty në Serbi, në Bosnia për shembull vjen me karrierë kryesisht ushtarake dhe vetëm në lindjen e mesme pa pikë përvojë në Ballkan. Ndërsa në Malzi vjen një prokuror, pra më shumë i profilizuar në krimin organizuar. Kjo një farë forme mund ta reflektojë edhe një farë lloj natyrën e shqetësimeve ose prioriteteve në këto shtete. Vetëm pasi Senati i konfirmoi kandidatët me shumicë votash, presidenti amerikan i emëron zyrtarisht ambasadorët. Vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Është ngritur akt akuzë për krimet të luftës të kryera në fushë Kosovë të afërme të viktima u rrëfejnë për vrasjen e 16 burrave të familjes Mirena. Secili prej këtyre varreve i përket antarëve të familjes Mirena. 16 burra prej tyre u vranë në fushë Kosovë në masakrën që u krye në prill të 99-s nga forcat serbe. Në mesin e viktimave ishte edhe bashkëshorti i Sherife Mirenës, e cila kujton ditën kur ndodhi krimi makabër. Në vitin 1999 me 20 prill, ditë mërkure ora 8 mramjes, na rrethuan kriminalet serb. Na morën 16 antar, ndërto edhe bashkëshorti i plagosur, e morën plagosur gjashtu. Edhe i fotën e një kamion. Edhe zdika i qumë faktikisht ato që atë natë kishin pas vrarë. Ndonë se po me sy duke e marë, Sherifja jetoi për 7 vite me shpresën që ai ishte gjallë. Nëse kemi ditë për 7 vite me radhë, mas një kohë të shkurt, e kemi gjetë një letë njoftim, po mozetim të Varrezat, ku që aty ishin kanë plagu dvranë, në Vorosën, dhe i kishin zhvërros, e i kishin pas shumë batajnistë të Serbisë. Mas 7 viteve në kanë prokufomat. Edhe në metëm nonat me fëmijë. Këta janë veç një nga familjet që e pësuan nga krimet serbe në luftën e fundit në Kosovë. Ndodhemi këto tek varrezat e martirëve në fushë Kosovë, ku vetëm në këtë vend rreth 200 civil shqiptar janë masakruar nga forcat e armatosura serbe. E për kryesit e këtyre krimeve, së fundmi Prokuroria Speciale ka marrë hapa konkret. Një ditë më parë, ky institucion ka ngritur akt akuzë ndaj 5 personave, të cilët dyshohen për kryerjen e veprës penale, krime lufte kundër popullsisë civile gjatë luftës në Kosovë. P.N, Z.D, I.I, S.M dhe J.D akuzohen se si pjesëtarë të policisë serbe në stacionin policor në fushë Kosovë, me 6 maj 1999 kanë kryer krime lufte në fushë Kosovë. E nga shoqata e invalidëve të luftës të UÇK-s mirëpresin hapa të tillë, por kërkojnë dënime më të larta për kriminalet.
Nëse shohim krimet të cilet I kanë kryer këto kriminal, unë nuk jam pajtu me vendimet e gjykatës, do thotë me dënimet që I ka dhënë ndaj disa rasteve, se I kemi përsërit disa seanca pikërisht për këto ngjarje të cilat kanë ndodhur, kështu që dënimet nuk kanë qenë, do thotë meritume për ta, sepse ata kanë kryer krimet e tmerrshme, kështu që dënimet do të jenë maksimale për secilin kriminal. Për serbët që kryen krime lufte në Kosovë, janë ngritur akt akuza me propozim për gjykim në mungesë. Vazhdojmë me emisionin frontal me informacionet të tjera. Punëtorët e sigurimit fizik në Universitetin e Prishtinës kanë mbajtur sot grevë duke kërkuar paga më të larta. Mirë, po pas 3 orësh është arritur marrëveshja. Do të duhej të ishte një ditë e zakonshme pune. Mirë po, kjo e martë, punëtorët e sigurimit fizik në Universitetin e Prishtinës nuk I gjeti me angazhimet e përditshme. Ata u mblodhën në ambientet e Fakultetit Filozofik, ku nisën edhe grevën. Kërkesa e tyre ishte rritja e pagës, pasi këta të fundit po paguheshin me pagë minimale. Pagat I morin punëtor 386 euro, ne e kërkojmë ato çka e ka miratu qeveria e Kosovës. Nuk kërkojmë kurrë më shumë, atë vendim që ka morë qeveria e Kosovës, që kjo qeveri që është, për tonë, kur për bje mirë, ata me morë pagën e 13, edhe për neve do të me morë qatë vendim qeverisë. Jo, me thojës, si shumë I këtoja, du me para po kompanit, na nuk jem kune kompanive, se kompanit nuk kanë faj, këto ko faj të rektorati. E nga Federata Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, paralajmëruan se protesta sindikale do të vazhdojnë edhe gjatë muajit korrek. Du të kemi të kjartë, ne kemi thonë dhe po e themi prapë, në korrek do të fillojnë protestat dhe grevat, sepse ne nuk ndalemi me pagën minimale. Paga minimale në kushte normale nuk mund të jepet punëtorëve. Minimumi që kemi paralajmëruar edhe rektoratin, sa do që ata mund të flajnë mirë një muaj ose 2, por megjithatë pagën për 600 euro nuk jekim dorë dhe korrigu do të jetë ai muaj I vlimit për këta punëtorë. E pas grevës reoshe të tyre, këta thanë se u arrit marrëveshja përmes së cilës u aprovuan kërkesat e grevistëve. Kthehemi në studion e emisionit frontale për të nisur bisedën me kandidatin për deputetën nga radha e televizjes vetëvendosje, I cili vjen nga Lugina e Preshevës, Ragmi Mustafi. Zotë Mustafi, mirë se erdha. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Se më thonë jam I obliguar me të ftu, as më tepër edhe për shkak se vjen nga Lugina e Preshevës dhe Kosova gjithmonë ka treguar që ka një respekt dhe një dashni për atë pjesë. Kështu që ata që të kanë kandidu kanë bërë mirë, po besoj edhe unë që të ftohë. Fillimisht faleminderit për ftesën, faleminderit për këtë mikpritje, për mua është kënaqësi që gjatë gjithë kësaj fushate po takoj njerëz të ndryshëm, nga shtresave të ndryshme po bashkëbisedoj, posaçërisht edhe me bashkëvendasve që vijnë nga Presheva, Bjanoci dhe Medvegja, të cilët e kanë mirëprit kandidaturën time në kuadër të listës lëvizjes vetëvendosje, ku jam me numër 46, e që platforma ime është shumë e thjeshtë, se si të bëjmë më të lehtë jetën e qytetarëve të Luginës Preshevës këtu në Kosovë dhe si të krijojmë mekanizma të cilët I mbrojnë liritë dhe drejtat e shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Bjanoc dhe Medveq. Ku është problemi? Çka kanë problem qytetarët e Luginës së Preshevës? Po flas para ata që jetojnë atje, po edhe këtu procedura për shkak kur vinë, kur shkojnë nga Kosova dhe Anasjellës. Po e para një numër I caktuar I qytetarëve të Preshevës, Bjanoc dhe Medvegjit janë të padokumentuar në Kosovë, edhe pse kemi filluar sa I përket dokumentimit me dokumentet e atyre që janë pasivizuar, e kanë metur pa dokumente këtu në Kosovë, e tashmë edhe fëmijët e tyre janë rritur për të shkuar në fakultet e kështu me radhë, që është bërë formulari I cili adreson këtë çështje në kuadër të udhëzimit administrativ për situatat jashtëzakonshme, por që mbetet edhe më tej të bëhet edhe më shumë në mënyrë se çdo qytetar I Luginës së Preshevës e I takon të ketë edhe dokumentet në Republikës së Kosovës, sepse shqiptarët e Luginës së Preshevës janë të mishiruar me ambicjet, me arritjet me Kosovën. Në anën tjetër, sigurisht, Preshevë, Bjanoc dhe Medveq është një situatë shumë e vështirë nga një diskriminim sistematik I vazhdueshëm
shtetëror që vije prej Beogradit, në për të gjitha fushat e posaçërisht në diskriminimi sa i përket drejtave fundamentale, përfshi këtu pasivizimin e adresave që është njëra nga format më perfide. Të vazhdu halo, apo tash i kanë pasivizu krejt edhe që ka metë? Jo, e para, ky proces ka fillu diku nga viti 2011, kur në Parlamentin e Serbisë është miratu një ligj që është për vendbanimet dhe vendqëndrimet, krahas saj jo vetëm që pasivizohet, por që pasivizimi në vetvete nuk ka kur gjë, përtej asaj që një qytetar nuk mund të merr një dokument të saktuar. Në mungesë të dokumentit, ID kartës, letër njoftimit, pasaportës, janë anulohen të gjitha mundësitë, i privohet nga të gjitha të drejtat që lidhen qoftë ato politike, civile, A ka drejtë në posë dy shtetësia, këtë drejtë e kanë veç në Kosovë? Jo, edhe në Serbi, edhe gjithandej, bipatriotiteti, multipatriotiteti janë pjesë, domethënë pasurit të disa në shtetësi është shumë normale, por që në Serbi nuk mund ta kenë edhe ajo që i takon, për shkak se e para lidhet me trashëgimin, sepse të gjithë prindërit do donin që t'ja lenin trashëgimi fëmijës, se në mungesë të atij dokumenti më pas e ka të pamundur, e dyta që nuk ushtron të drejtën e votës ose të drejtën për të qenë i zgjedhur, dhe e treta nuk mund të marrë shërbimet sociale, shëndetësore e kështu me radhë. Pra, po kjo është vetëm njëra nga pjesë. Ka edhe pjesë të tjera, patur parasysh që në Luginë Preshevës edhe mëtej është i vetmi vend në Ballkan ku ligjërisht i ndalohet përdorimi i simbolit kombëtar, ligjërisht i ndalohet përdorimi i flamurit kombëtar dhe simboleve të tjera, krahas kësaj ashtu që ka dalë Serbia për Kosovën, që ta e don Kosovën pa shqiptar, njëjtë është po e njëjta logjik që Serbia don Preshevën, Bjanosin e Medvegjën, por pa shqiptar në të. Si ka rrit as për Kosovën, besoj që s'do t'ja rri as për Luginën e Preshevës. E jonja është që të përpjekime e të luftojmë. Madje vizita fundit e kongresistit Keith Seth dhe një demokrati që ishte në Preshevë, ishte një shpresë e madhe sa i përket shqiptarëve të Lugisë Preshevës, se për herë të parë që në Kongresin Amerikan, përkatësisht në Komitetin për Politikat e Jashtme, ka kalu ligji 6411 Presheva Valley Discrimination Assessment Act. Pra për herë të parë një dokument kaq i rëndësishëm ka kalu në një komision, tashmë pritet që të vazhdoj rrugtimin për në Kongres, dhe për herë të parë disa kongresistë drejt përse drejti e kanë vizitu Luginën, dhe kjo është një arritje e cila ka pasur të bëjë me lobimin gjithandej. Të kujtojmë që shqiptarët e Luginës së Preshevës, përkatësisht liderët, kanë vizituar qendrat evropiane, Bruxelles, Berlin, Strasburg e kështu me radhë, dhe qendrat amerikane siç është Washingtoni, New Yorki e Dallasi, që duhet t'i falenderoj gjithë ata shqiptarë në diasporë, të cilët japin kontribut të jashtëzakonshëm për ta ngritur, sensibilizuar e ndërkombëtarizuar çështjen e Luginës së Preshevës. Këtu për shumë të bim në Presheva, po? Jo, ky është në Gjilan. Ky është të bimi në Gjilanit, cili është marrë, pa dhe parasysh. Unë mendohet në Preshevë dhe një të bimi tillë, për shembull, me kandidat për deputet, me Juve dhe me të tjerët, po me Guxhut. Tash pasi që ju e bërët pitjet, kjo më bën ta mendoj që ta bëjmë edhe një të bim atje. As të ka kujtu dhe i tash. Jo, megjithatë, ajo që është e rëndësishme, unë kam qenë disa herë në Preshevë Bjanosin e Medvegjë, kam bisedu me gjithë ata që njoh dhe m'njohin, të gjithë ata që i konsideroj të rëndësishëm në këtë drejtim, kam bashkëbisedu me ta dhe konsiderojnë që të rëndësishëm që një zë i Luginës së Preshevës tjetë edhe në kuvendin e Republikës së Kosovës. Se jo, Kosova ka pas madje edhe kryetarin e kuvendit të Kosovës ka pas nga Lugina e Preshevës, në Gjatdocin. Po, kjo ka qenë në mandatin e parë, më pas unë besoj që ka bën një kontribut të jashtëzakonshëm sa i përket edhe Republikës së Kosovës, ka shumë shqiptarë të Luginës së Preshevës të cilët janë të angazhuar në për institucione, por që historia nuk është e ndarë. Pra, Kosova dhe Lugina e Preshevës, apo Kosova lindore, është një histori, nuk kemi dy histori, kemi një traditë, kemi një gjuhë, e për më tepër, krahas kësaj, shqiptarët e Luginës së Preshevës kanë përcjellë në të gjitha fazat edhe Kosovën, përfshi nga rezistenca paqësore, nga mbështetja, e më pas në luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me cilën ka qenë edhe babi im, gjithashtu edhe Kosova ka ndihmuar se pas babën ushtar TUÇK-s. Po. Për më se pas në ditë. Jo, po, unë jam bile djali një veterani që në bë, gjithë ata që e njohin babin tim,
Po, e din këtë, po unë nuk e përdor këtë për shkak se konsideron edhe babi jem që unë duhet me bo emër për veti e jo për të. E kështu që por që e kam bjell farën e kombëtarizmës edhe shqiptarizmës në të gjithë miteve dhe gjithë ata që e njohin, sepse konsideron se ne jemi këtu, çfarë jemi për shkak angazhimeve që kemi pasur për përpjekjeve për shqiptar. Apo ki të lashe kur përshkan në Preshevë kështu me policinë në pikat kufitare? Unë shpesher nuk i këmbo publike pjesën më të madhe të problemeve të cilët hasim në raport edhe me policinë kufitare. Ka ndodhur disa herë që më kanë ndaluar, më ka vënë me pritje, madje ndalun si Ragmi Mustafi, qytetari i Luginës, apo si këshilltar në qeverinë e Albin Kurti? Ka vetëm një Ragmi Mustafi. Unë jam po ai qytetari i Luginës, po jam këshilltari i kryeministit Kurti. Kam qenë këshilltari i Zavendës kryeministit Besnik Bislimi, paraprakisht kam qenë kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, një aktivist që nga rinia që jam angazhu për barazi e drejtësi për shqiptarët në Luginë të Preshevës, për shkak se ata janë në të drejtën e vet dhe më shumë se kurdoherë ka nevojë për mbështetje për të arritur edhe drejtat kombëtare. Aspiratet e tona shqiptarët e Luginës së Preshevës i kanë shpall në referendumin e 92-s, i cili është mbajtur. Ajo aspirat e ka përcjell dhe luftën shkrimtare për Preshevë, Bjanat dhe Medvegjë dhe mbetet edhe më tej referenca e shqiptarëve të Luginës së Preshevës për të ardhmen e tyre. Se domethënë ju keni si këshilltari i Albin Kurtit keni të lashë e unë mendova me bë pyetjen a mund të marrë Albin Kurti për shembull në kohë fushatën Luginë Preshevës ose me vizitu Preshevën si kryeministër i Republikës Kosovës që thotë që ai angazhohet për Luginë Preshevës. Po, unë e falenderoj për angazhimin e ty, për fokusin që ka hedhur. Është e rëndësishme që institucionet e Republikës së Kosovës të kenë vëmendjen tek shqiptarët e Luginës së Preshevës, në një anë për shkak pozitës së Kosovës, në anën tjetër për shkak pozitës së vështirë, diskriminuese e sistematike të Serbisë ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Sigurisht në këtë drejtim vizitat e ndërsjellta bëhen në raport me Serbinë, patur parasysh situatën në të cilën jeni, unë nuk e besoj që në këtë moment janë krijuar kushte për një gjë të tillë, po sigurisht ajo që është e rëndësishme që institucionet e Kosovës, e posaçërisht kryeministri i Kosovës të jetë edhe kryeministri i Luginës së Preshevës, e këtë e ka dëshmuar edhe kryeministri Kurti. Po kjo kish mujtë me ndodhë nëse kish ndodhë ajo ideja për shkëmbimin e territoreve, ku Lugina e Preshevës do t'i takon të Kosovës, për çka Albin Kurti e ka kundërshtu, besoj edhe jo, apo ndoshta e keni mendim tjetër. Shqiptarët e Luginës së Preshevës kanë kërkuar bashkimin e Preshevës, Bjanosit, Medvegjës me Kosovën. Pra, shqiptarët e Luginës së Preshevës, nëse i shef edhe liderë të tjerë, qoftë edhe në paraqitjet e tyre, kur nuk kanë thonë shkëmbimin e territoreve, sepse konsiderojmë, po edhe ato territoret në veri, po edhe këto në Preshevë, Bjanos dhe Medvegjë janë të shqiptarëve, janë të Kosovës, dhe krahas saj, çfarë të them më tepër përveç kësaj që ja thash. Thatë që Albini ka kontribu dhe është angazhuar si kryeministër i Kosovës për Luginën e Preshevës, mirë, po ka kritika për Albinin edhe për përçarjen që ka bënë Luginë të Preshevës. Pse ka bën këto? Këtë mund të diskutojmë e para. E para, qeveria Kurti ka qenë e para që ka bërë mbështetjen buxhetore. Pra, ka ndajtur një vit buxhetore të Republikës së Kosovës për shqiptarët e Luginës së Preshevës. E dyta ka mbështetur avokimin diplomatik në vazhdimsi të shqiptarëve atje. E katërta, librat shkollor që i marrin për shkollat fillore janë të financuara vazhdimisht nga qeveria e Republikës së Kosovës, e pjesës që kanë ndihmuar student. Pra në vitin 2022 kanë qenë diku 100 student, në vitin 2023 kanë qenë 1234 student, në vitin 2024 kanë qenë 647 student dhe kështu me radhë për çdo vit, ku janë mundësuar që sa më shumë shqiptarë nga Lugina e Preshevës të studiojnë. Gjithë ka pas, edhe student nga Lugina e Preshevës, por edhe lehtësira për ta. Po dhe libra po ashtu. Po, mund të them që qeveria në këtë moment, gjatë spaku unë sa kam qenë këshilltar, je munduar që të krijojmë barazi sa më të madhe të shqiptarëve të Luginës së Preshevës me gjithë edhe studentëve. Pra, shkollimi falas në universitet për qytetarët e Kosovës, shkollimi falas gjithashtu edhe për qytetarët e Luginës së Preshevës. Bursat të cilët janë të disponueshme dhe programet që do duhet janë të disponueshme edhe për qytetarët e Luginës së Preshevës përkatësi student. Në anën tjetër, kem pas edhe qeveri të tjera të cilët
unë nuk them që s'kam pas fokus, por nuk e kam pas mjaftueshëm. Nuk e kam pas mjaftueshëm qoftë me krijimin e buxhetit, qoftë me krijimin e një platforme për të shtypur përpara shqiptarët e Luginës së Preshevës atje, dhe kur flet për se tha përçarje. Në Luginë të Preshevës nuk ka përçarje në raport me Kosovën, nuk ekziston përçarje në raport me Kosovën. Shqiptarët e Luginës së Preshevës e kanë shumë të qartë. Ekzistojnë dy rrugë. Njëra rrugë është në shtrimi ndaj Beogradit dhe tjetra rrugë është bashkëpunimi, e mbështetja, bashkëkoordinimi me Prishtinën. Pra, pse Albania është selektiv, për shembull, e kam përshtypjen që kur flitni për këtë më tepër i referoni dyqysi nga Maqedonia pak a shumë. Megjithatë, na e ke pas një kryetar komune Preshevi, i cili tashmë nuk është një kryetare fantastike atje, i cili i bën këto her pas here, po kush është kryetare fantastike? Ardita Sinani. Ardita Sinani... Mos ka pas gjithë tash frek që s'pën jafsha këtë kryetare fantastike. Ardita Sinani është një kryetar shumë e mirë, madje është gruaja, unë nuk di që në Kosovë ka kryetare, por ja që Ardita Sinani ja ka dalë që t'jetë për herë 2-3 kryetare e komunës së Preshevës, dhe ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur që përfundimisht tregon edhe shenja emancipimi si shoqëri në Luginë të Preshevës e posaçërisht në Preshevë. Përndryshe ai kalumi ka qenë njëri të cilit edhe Vučići ka thurë luzhe në situata caktuara. Por ju pyeta pse Albin Kurti është selektiv, për shkak kur vendos edhe me ftu liderët e partive politike të Luginës së Preshevës, po ashtu edhe kryetarët e komunave atje. Ndoshta keni mungesë informacionit të mjaftueshëm. Shumë i saktë, besoj edhe edhe ju. Por sa që ka pas çështje të rëndësishme në Luginë të Preshevës, posaçërisht për plasje më e madhe është kur janë çështjet e zgjedhjeve parlamentare në Serbi, ku shqiptarët e Luginës së Preshevës me nxe e diku i merr aq vota një deputet i Luginës për shkuar në parlamentin e Serbisë, sa merr lista serbe me i fut 10 deputet në parlamentin e Kosovës. E në Serbi janë 250 deputet, e në Kosovë janë 120 deputet. Pra, që kërkohet më shumë unitet mesin e shqiptarëve, kërkohet më shumë bashkëpunim për të pasur edhe një zë atje në mënyrë që për të ngritur çështjen e Luginës së Preshevës. Kërkohet duke i ndo lider, por që të Luginës lider politik nuk ka pasur që nuk është ftuar në kuadër të kryeministit të Republikës Kosovës. Kryetari i Bujanovcit. Kryetari i Bujanovcit takon një partije politike që thirret alternativa për ndryshime. Pse nuk do të muftuaj, pse muftu të gjithë dhe juaj, që qoftë edhe si kryetar. Kur ftohen lider politik, po edhe lider institucional. Po edhe liderit institucional. Pra, le ta shpjegojmë edhe kryetarin e Bujanovcit mazi. Jo, se më thaki informacionet pas sakta, do shama të kaltu që i kam të sakta. Jo. Për shkak se ai kryetar të partisë ka Visar Mehmetin, që është në Preshevë, ai nuk është kryetar i partisë, madje nuk është as në kryetar i partisë. Është kryetar i komunës së Bujanovcit, i zgjedhur me 9 vota shqiptarëve dhe me 16 vota jo shqiptare. Pra, ku një shumicë e krijuar jo nga shqiptarët, e të cilët i kanë 24 vota nga 41, atje është një sistem ku vendi komunal e zgjedh kryetarin e komunës dhe nuk zgjidhet drejt për drejt. Por a nuk i rretohet për shembull ky që kryetari i Bujanovcit për shembull kur fton të gjithë dhe këtij nuk i mbetet rrugë tjetër veç me bashkëpunim me dikon tjetër. Po pasi që është në bashkëpunim me partinë përparimtare serbe, ai do të ishte i irrituar nëse se fton Vučići, sepse bashkëpunimi i çon në atë linjë. Unë e thash në fillim nëse më dëgjove, thash shqiptarët kanë dy rrugë. Rrugën që e kanë drejt Prishtinës dhe rrugën drejt Beogradit. Nuk ka në një rrugë të ndërmjem. Në kuadër të saj, për çfarë po flasim na, a do duhet që qeveria e Republikës së Kosovës të trajtojë gjithë lider politik njëjtë, kjo është shumë e vërtetë, po i trajton njëjtë dhe secilin i ofron mundësinë për të diskutuar çështjet që janë të rëndësisë së veçantë, të rrafsh edhe lider politik institucional të... Arbrin në kom pas në këtë studio përpara se më bë kryetar, përpara se më arrit ajo marrëveshja që ju po përmendni. Do të thonë atëherë Albin Kurti po besoj nuk e ka ditë që Arbri më pas do ta bëjë një marrëveshje me atë partinë serbe, por nuk e ka ftuar. Jo, s'është vërtet. Jo, po e vërtet. Arbri ka qenë në zyrën e kryeministit 2 herë për diskutuar se si do të rrjedhin çështjet edhe në komunën e Bujanovcit për këtë çështje. Por ai ka zgjedhur rrugën e tij dhe kjo është rruga e tij. E gabuar thoni. Unë them jo e gabuar, shumë e gabuar, madje konsideroj që do duhej
Sigurisht që do të gjejë rruga përmes së cilës do duhet krijohej një shumicë shqiptare në komunën Bjanovcit për shkak se diskriminimit vazhdueshëm që i ka ndodhur shqiptarëve në Bjanoc. Kujtojmë, në Bjanoc janë 62% shqiptar. Falni. Jo 19 gjikac, prej 19 gjikacëve janë vetëm 3 shqiptar. Nuk ka asnjë prokuror shqiptar. Nuk ka në katastër asnjë shqiptar, nuk ka në kryqin e kush asnjë shqiptar. Në polici ka rënë numri nga 130 polic që mbrin në 270 polic, në vetëm 50 polic shqiptar. Pra diskriminimi. Ky raporti numrat në Preshevë. Veç ta sqaroj që diskriminimi që po mendojmë i vazhdueshëm për komunën e Bjanocit është ka minimizon përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet të cilët janë të tyne. Tash njëjtë ndodh ky proces i diskriminimit. Na duhet me luftu, me përpjek me zbulu, me përpjek me shpjegu se ç'ish është ndodh dhe në mënyrën se ç'ish është e përdor Serbia për të diskriminuar shqiptarë. Kovic do të më afru, jo më vonë vetë çatje edhe mos bashkëpuno me serbët. Mirë, po unë s'po të ftoja, po kupton diçka është. Jo, nuk ka thonë askush ashtu. Po tash nëse si ka thonë që ashtu, fakti që s'e ka ftu. Jo, unë të thash që në fillim ai ka pas bashkëbisedim, ka pas takime me të cilët janë diskutuar çështjet edhe komunës Bjanocit, megjithëse unë jam kandidat për deputet të Republikën e Kosovës. Po mazi ka hapur bashkëbisedim me të për të parë mundësinë që shqiptarët e Luginës së Preshevës, këtë rast shqiptarët e komunës Bjanocit, të bëhen bashkë për zgjedhur institucionet komunale. Ta kuptojmë në një send. Komunat në Preshevë, Bjanoc dhe Medveç nuk i kanë kompetencat e komunave në Kosovë. E aq më lart ndaj komunave të cilët i kanë komunat me shumicë serbe. Pra, komunat kanë shumë pak kompetenca këtë drejtim. Në anën tjetër është i vetmi mekanizëm që përmes komunës të tregosh refuzimin e nënshtrimit ndaj një politike diskriminuese që gjenerohet nga Beogradi. Kthejmë të zgjedhjet nacionale se ju jeni kandidat për këto zgjedhje në Kosovë. Pse duhet më të votu jo vetëm qytetarët e Luginës së Preshevës, besoj që ata të votojnë krejt pa marrë parasysh partive politike ka janë, domethënë ata kanë i përfaqësuar që kanë mundësinë me votu, po besoj që vota lyp edhe në Kosovë. Po. Absolutisht e vetmi qëllim platformë që thash është që shqiptarët e Luginës së Preshevës të kenë jetën më të lehtë këtu për të akomoduar sa më mirë, për të qenë më të barabartë me qytetarët e Republikës së Kosovës dhe në anën tjetër të krijojmë mekanizma përmes të cilëve mbrohen liritë dhe drejtat e tyre. Çish mbrohen liritë dhe drejtat e tyre është përmes diplomacisë parlamentare, përmes angazhimit vazhdueshëm, duke sensibilizuar për situatën atje dhe duke ofruar zgjidhje përmes mekanizmave ndërkombëtar për shqiptarët e atje. Ajo që krejt po tentojmë në këtë platformë, në këtë fushat, është që si ta kemi një zë për herë të parë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Nuk ka ndodhur më herë që një person publike, politik nga Lugina e Preshevës të kandidoj në një listë politike. Kjo është hera e parë për mua. Po Doci ka qenë, domthonë ai origjinën e ka nga Tërnovci apo? Tërnovci, po. Jemi bashkëfshatar me të. Kemi origjinën e njëjtë, vendet njëjtë. Po, megjithatë nuk ka pasur ndonjëherë dikush që është marrë me jetë publike, politike atje, që ka qenë edhe në Republikën e Kosovës. Kjo do të mund të hapte një shtektëri, një shtek ku e ofrohet një shansë dhe hapësirë për shqiptarët e Luginës së Preshevës edhe në kuadër të Kuvendit të Republikës, ku besoj fuqishëm që do duhet jetë edhe zëri Luginës së Preshevës aty. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal sot. Faleminderit për këtë mundësi, edhe pse desha të bisedoj më shumë se si të jenë shqiptarët e Luginës barabartë në Kosovë. Ftoj kur bosh deputet. E dyta, të falenderoj ti për këtë ftesë dhe uroj që 7 qershorit kaloj ashtu siç duhet kaloj dhe i ftoj gjithë qytetarët që të përzgjedhin më të mirët e tyre e unë i ftoj edhe këta të Luginës që të zgjedhin të kenin zënë e tyre në Parlamentin e Republikës Kosovës. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit për këtë mundësi. Faleminderit ju të nderuar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.